Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Po, urdhëro. Ti shpjegohet që këto, ky paraporti tani e kap një herë, 2 herë, brenda ditës linjën. Ne rrim nga 1 muaj dhe nuk e kapin dot. Si shpjegohet kjo? Po nuk e di me zonjë si e bëjnë. E di se ti ke gazetar që ke bëjnë lidhje. Ta i dini vetë. Po pse ti lidhesh me njëri para praktikisht me zonjë? Megjithatë mbyllë tani mos e zgjat, se të njohim mirë aty kush je ti. Kush jam unë? Ti je gazetari i Sali Berishës. Hajde. Po si e bëre lidhjen? Si e bëre lidhjen? Si e bëre lidhjen? Si e bëra unë lidhjen, po dihet ajo. Ne kemi dhe men dhe sy dhe vesh, i gjojmë gjitha gjërat e shikojmë. Megjithatë, herë parë që marr vesh për kë punoj. Po, e di komit. Si jam unë e para, tu s'kam mallku në ekran. Po tani ka plot njerëz si ty. Unë nuk të mallkoj se jam nën vet. Po kjo është qëndron, kjo është e vërteta. Megjithatë, i uroj gjithë popullit shqiptar gëzuar vit i ri, qoftë një vit i mbar ky që po vjen. Ja, shqyr. E shikon kur do flet mirë. Jo, unë mirë kam fol gjithmonë. Ky vit që po ikën Mat dhe Salin dhe Ramën me vete i qeroft. I rafë në fakt. U qerofshin, ata u qerofshin për popullin shqiptar. Ata u qerofshin. O shoku gazetar. O zotni, fiton Kosova në gjerë rezultatin mrena natës. Ne do nga i muj, i mbledhin atje në për pallate kulture, bëjmë gam e gum. A e kupton tani, që nuk din të bëjmë dallimin e?